I pyetur për marrëveshjen e nënshkruar së fundmi në fushën e mbrojtjes së Kosovës, Shqipërisë dhe Kroacisë, presidenti serb Aleksandar Vučić tha se nuk do të ketë kurrë një shpjegim për të. E kam iniciuar si bisedë dhe në Bruksel këtë marrëveshje. Ka një sfidë të madhe rreth Republika Srpska, po përveç ngritjes së shpatullave si përgjigje, aty nuk u fol asgjë, deklaroi Vučić. Serbia, tha ai, ka reaguar duke bërë aleancë me Hungarinë dhe do të vazhdojë të forcojë pozitën dhe kapacitetet e saj për të garantuar paqen në vend. Ne po lidhemi gjithnjë dhe më fuqishëm me Hungarinë. Nuk po bëjmë kundërmasa politike, por ngadalë në thellësi dhe në thelb, po përpiqemi të japim përgjigje sfidave të sigurisë. Potencoi presidenti serb dhe theksoi se është i shqetësuar për mungesën e dëshirës për kompromis. Unë fola me të gjithë në Bruksel, ku dhe pash një vendosmëri të fortë kundër Republika Srpska, edhe pse ata thoshin se qëndrimi i tyre është kundër veprimeve antikushtetuese të Milorad Dodik. Nga ana tjetër, ata nuk janë të interesuar për veprimet antikushtetuese të Sarajevës zyrtare dhe faktorit ndërkombëtar, deklaroi Vučić, i cili ngjashëm foli edhe për historinë e marrëveshjes së Brukselit. Mos mendoni se dikujt i intereson në Bashkimin Evropian që nuk respektohet marrëveshja për policinë rajonale, për drejtsinë dhe prokurorinë apo për formimin e asociacionit në Kosovë, gjëra këto që nuk respektohen nga Prishtina zyrtare. Kosova është fëmia i tyre, një shtet i krijuar prej tyre dhe ata do ta mbrojnë. Ne dimë që jemi të vegjël, por kundërshtojmë, sepse ligji ndërkombëtar është në anën tonë, kurse forca në anën e atyre në perëndim. Por Serbia do të vazhdojë të jetë fortë në pozicionin e saj, deklaroi Vučić. Lideri serbe të Bosnjës, Milorad Dodik, dhe 2 bashkëpunëtorë të tij të ngushtë do ta kenë të ndaluar hyrjen në Gjermani dhe Austri, për shkak se kanë nxitur një krizë kushtetuese në Bosnjë e Hercegovinë. Kështu thanë ministrat e këtyre vendeve në një komunikat zyrtare. Ministria e jashtme e Austrisë dhe ministria gjermane e shtetit për Europën dhe klimën i bëri këto komente pas një takimi në Sarajev me kryetaren e Këshillit Ministrave të Bosnjë e Hercegovinës, Borjana Krishto. Në mars, gjykata e Bosnjë e Hercegovinës lëshoi arrestime ndërkombëtare për 3 liderët e entitetit serb të Bosnjës, Republika Srpska. Ata akuzojnë se kanë shkelur rendi kushtetues të Bosnjë e Hercegovinës me veprimet e tyre, që të treji kanë shpërfillur thirrjet e autoriteteve për t'u paraqitur për t'u marrë në pyetje. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se Serbia po përballet me sfida të shumta, që nga situata në Bosnjë dhe Hercegovinë, përkatësisht në Republika Srpska, deri te marrëdhëniet me Prishtinën, por se ai është veçanërisht i shqetësuar se në të gjitha bisedimet që ka patur së fundmi nuk ka parë dëshirë për kompromis. Vučić gjithashtu theksoi se Serbia në kushtet e manipulimit të plot gjeopolitik ka shumë probleme dhe mjafton të shikohet situata në Republika Srpska dhe vendimi i fundit i Gjermanisë për ndalimin e hyrjes në atë vend të Milorad Dodik. Ka shumë probleme, marrëdhëniet midis Beogradit dhe Prishtinës dhe shumë gjëra të tjera që nuk janë aq të qarta dhe të dukshme, por janë të fshehura nën sipërfaqe. Rendi global me tarifat e reja amerikane që po i ndryshon plotësisht gjërat e deri te marrëdhënia midis Rusisë dhe Ukrainës, si dhe reagimet e miqve tan rus për atë që ne po flasim me BE-n. Në çdo fjalë është bërë temë diskutimeve, veçanërisht roli dhe aftësia e vendit ton, por është e rëndësishme ruajtja e paqes, pasi koha në të cilën po jetojmë është një nga më të komplikuarat në 50-60 vitet e fundit, dhe jam i sigurt se nga kaq shumë tensione dhe turbullira do të dalë diçka shumë e keqe nga ajo që kemi sot, deklaroi presidenti serb.